Macja nuk ndalon së vështruar i babajin gjatë gjithë natës. Babai kontrollon videon dhe kupton pse. Kur babai kontrolloi videon, e kuptoi pse. Danieli nuk mund ta besonte atë që po shihte. Kjo video ishte prova e vërtetë. Më në fund, disa përgjigje për qindra pyetje që kishte, ndërsa kthente mbrapsht dhe shikonte përsëri, një ndjenjë pasigurie e pushtoi. Ai gjithmonë e kishte ditur që Muffins ishte një masë e çuditshme, por kur nuk e kishte pritur këtë, jo në 1.000.000 vjet. Që kur Daniel Hawkins dhe familja e tij zgjodhen Muffins, pak më shumë se 4 vjet më parë, ai u bë menjëherë pjesë e familjes. Ishte thjesht një kotele kur Danieli e mori në duar dhe e pa. Si mund ta linte pas një kotele të lezetshme? Dhe kështu, familja Hawkins fitoi një tjetër antar, një macet e bardhë dhe me gëzof. Ata nuk e dinin çfarë surprizar do t'u sillte ajo në të ardhmen. 2 fëmijët e Danielit adhuronin Muffinsin. Ata shpesh strukeshin me të gjatë gjithë natës, duke përkëdhelur leshin e butë dhe duke dëgjuar gëritjen e tij. Muffins kishte qenë aty për çdo festë që mund t'i imagjinonit, ditën e parë të shkollës, krishtlindjet, ditëlindjet dhe shumë të tjera. Megjithatë, deri më sot, një moment kishte mbetur i pashlyeshëm në mendjen e Danielit, një moment që e bëri të mendonte seriozisht